Asociacioni qytetar Most publikon raportin e parë përmend keqpërdorime dhe incidente, por vlerëson se në përgjithësi atmosfera është relaksuese. Kodi zgjedhor parashikon dënime të ashpra për manipulimet zgjedhore, deri 5 vite burg për ata që shesin ose blejnë votën. Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në një intervistë për austriaken Der Standard deklaron se kujdesi për shqiptarët jashtë kufive është obligim kushtetues për të. Hapja e gropave gjatë punimit në rrugën e Çajirit, pa vendosjen e sinjalizimeve adekuate, rrezikon veturat dhe qytetarët. Mirëmbrëma me lajmet qendrore. Asociacioni qytetar Most, i cili mbikëqyr zgjedhjet në Maqedoni, ka dalë me raportin e parë, ku theksohet se janë vërejtur disa raste të shpërdorimit të resurseve publike nga bartës të funksioneve publike. Në raportin e asociacionit Most janë evidentuar edhe incidentet, siç ishte përleshja fizike në Shutk dhe vrasja e bartësit të listës së pavarur të kandidatëve në Kërshov. Pjesa e parë e fushatës zgjedhore kryesisht ka kaluar me atmosferë relaksuese ndërmjet qytetarëve, me aktivitete intensive të llojeve të ndryshme të pjesëmarrësve në zgjedhje. Ky është vlerësimi i përgjithshëm që buron nga raporti i parë i Asociacionit Qytetar Most, që monitoron zgjedhjet në Maqedoni. Mirëpo, në raport theksohet se janë vërejtur disa raste të izoluara të shpërdorimit të resurseve publike, më së shumti nga kryetarët e komunave të cilët janë kandidat në zgjedhje. Është vënë represion për pjesëmarrje në ngjarje partijake në një komunë dhe organizim të ngjarjeve partijake gjatë orarit të punës në 2 komuna me kryetar të komunave të VMRO të PMN-s, si dhe një rast si kërcënimit për të votuar për një kandidat të pavarur. Ishim dëshmitar të demolimit të 10 shtabeve zgjedhore të 4 partive më të mëdha politike, në 8 komuna dhe shkatërimin e materialeve propagandistike në 6 komuna. Most gjithashtu e ka vëzhguar edhe procedurën e formimit të komisioneve zgjedhore nga ana e 48 komisioneve komunale dhe për dallim nga proceset e kaluara zgjedhore kur janë vërejtur më shumë parregullsi në këtë procedurë, në këto zgjedhje për zgjedhje rastësishme në pjesën më të madhe të komisioneve komunale zgjedhore është zbatuar në përputhshmëri me kodin zgjedhor. Kodi zgjedhor u ndryshua gjatë procesit zgjedhor për shkak të ndryshimit të predispozitave lidhur me përbërjen e KSZ-s, në mënyrë që në KSZ të përfshihen përfaqësues të partisë së dytë më të madhe politike, të opozitës parlamentare. Ndryshimi parashikon përputhshmërinë e përbërjes së Komisionit Shtetëror Zgjedhor nga ana e Kuvendit gjatë procesit zgjedhor, me çka nuk e zgjidh tërësisht këtë çështje. Për këtë shkak është i nevojshëm precizimi më tejshëm i këtyre predispozitave. Në raportin e Asociacionit Most, janë evidentuar edhe incidentet siç ishte përleshja fizike në Shut Orizar dhe vrasja e bartësit të listës së pavarur të kandidatëve në Kërshov. Most u referohet prononcimeve të MPB-s, sipas të cilave incidenti i dytë nuk ndërlidhet me zgjedhjet. Asociacioni Qytetar Most gjithashtu dënon ashpër dhunën të çdo lloji dhe apelon deri te të gjithë pjesëmarrësit e zgjedhjeve që të përmbahen nga keqpërdorimi i këtyre dhe rasteve të ngjashme për qëllime elektorale. Ekziston bazë mirë për realizimin e zgjedhjeve fair dhe të besueshme, kështu thot kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor Aleksandar Qiçakovski, i cili duke folur lidhur me listën zgjedhore thekson gjithashtu se shkalla e saktësisë të dhënave në listën zgjedhore varet nga shkalla e saktësisë të dhënave të cilat vijnë nga institucionet relevante. Kryetari i Komisionit Shtetëror Zgjedhor Aleksandar Qiçakovski vlerëson se ekziston bazë mirë për realizimin e zgjedhjeve fair dhe të besueshme. Ai gjatë një interviste për Radio Evropa e Lirë tha se fakti që numri i madh i qytetarëve kanë kryer kontroll të dhënave të tyre gjatë periudhës së kontrollit publik në KSZ, si nëpërmjet webfaqes së saj, por edhe vetë në zyrat e KSZ-s, pastaj edhe kontrolli i kryer nga vetë partitë politike në listën zgjedhore të vendit, paraqesin indikator të mirë që zgjedhjet të jenë të besueshme. Por kjo sipas tij nuk është e gjitha, pasi ekzistojnë edhe indikatorë tjerë që ndihmojnë këtë proces në realizimin e qëllimit final. Indikatивно е што добивме само 30 набарања за Indikatori është se pranuan vetëm 30 kërkesa për regjistrim, ndryshim ose fshirje nga të dhënat e listës zgjedhore të vendit. Vetë kjo tregon se të gjithë aktorët pjesëmarrës në procesin zgjedhor vlerësojnë se i njëjti paraqet bazë të mirë për realizimin e zgjedhjeve fair dhe të besueshme.
Generalisht, duhet të potencoj se shkalla e saktësisë të dhënave në listën zgjedhore varet nga shkalla e saktësisë të dhënave të cilat vijnë nga institucionet relevante. Kryetari Qiçakovski tha se vendimi për mbylljen e listës zgjedhore dhe konfirmimi të këtij numri është bërë me konsenzus në KSZ dhe përmes një seance publike. Državната изборна комисија одлуката за заклучување на избирачкиот список ја донесе на јавност. KSZ vendimin për mbylljen e listës zgjedhore e solli në seancë publike në të cilën u ftuan të gjithë mediat, institucionet përkatëse, vëzhguesit e akredituar dhe e njëjta është e shpallur në webfaqen e KSZ-s. Gjithsesi është në qasje të qytetarëve. Ka vërejtje të caktuara nga ekspert të caktuar, por unë vlerësoj se gjendja e vazhdueshme e listës zgjedhore reflekton kornizën ligjore dhe shkallën e saktësisë të dhënave që ne marrim nga institucionet përkatëse. Ndaj akuzave të partisë opozitare maqedonase se antarët e komisionit punojnë në interes të partisë në pushtet, duke thënë se ka pasur kryetar të komisioneve zgjedhore komunale, të cilët janë paraqitur në rendin e parë të mitingjeve të LSDM-s, Qiçakovski u përgjigj se për zgjedhja apo emërimi i administratës, pa dallim nëse bëhet fjalë për antar të komisioneve komunale zgjedhore, bëhet në bazë të metodologjisë përcaktuar dhe në bazë të dhënave që ata i marrin nga ministria kompetente, që është ajo e shoqërisë informatike dhe administratës. Nëse mendoni të shisni votën tuaj, bëhuni gati për të paktën 5 vite burg. Ky dënim nuk është maksimumi pasi me ndryshimet në kodin penal parashikohet që pushimi në qelit e burgut për ata që shesin votën mund të zgjasë edhe më shumë. Dënimet njëjta parashihen edhe për ata që do të tentojnë të blejnë votën e qytetarit, ata që do të thyejnë privatësinë e votës, do të bëjnë presione ose të paktën do të pyesin votuesit nëse kanë votuar dhe për kë kanë votuar, personat që do të thyejnë kutitë dhe materialin zgjedhor, si dhe ata që në çfarëdo forme do të pengojnë procesin zgjedhor në të gjitha fazat. Shitja e votave në zgjedhjet lokale mund t'ju kushtoj shtret jo vetëm atyre që ofrojnë para ose favore të tjera, por edhe vetë qytetarëve që do të pranojnë të shesin votën e tyre. Me ndryshimet në kodin penal, parashihet dënim prej së paku 5 viteve burg e më shumë për atë që do ta shes votën e tij. I njëjti dënim vlen edhe për atë që do ta blej votën e qytetarit. Dënimi prej të paktën 5 viteve burg parashikohet jo vetëm në rastet kur merren parat, por edhe në ato raste kur premtohet ose dakordohet shitja e votës dhe ende pa marrë shpërblimin e fituar. Ai që personit me të drejtë vote i ofron, jep ose premton shpërblim ose interes tjetër me qëllim që ta përfitoj, që mos ta kryej ose si ta kryej të drejtën e zgjedhjes, do të dënohet me burg prej së paku 3 viteve. Me dënimin e nenit 1, do të dënohet edhe personi me të drejtë vote, i cili do të kërkoj për vete shpërblim ose interes tjetër, ose do të pranoj dhurat ose interes tjetër për ta kryer, mos ta kryer ose si ta kryej detyrën e zgjedhjes. Kodi penal parashikon dënime me burg edhe për shkeljen e privatësisë së votimit që në shumë cikle të kaluara zgjedhore është përfolur si një formë tjetër e presionit dhe shitjes së votës. Më keq do të kalojnë personat zyrtar të cilët do të dënohen nga 5 vite burg e më lart, vetëm nëse tentojnë të pyesin dhe mësojnë se për kënd ka votuar një qytetar. Ai që gjatë zgjedhjeve ose gjatë votimit do ta shkel privatësinë, do të dënohet më së paku 3 vite burg. Nëse veprën e paragrafit 1 e kryen ndonjë anëtar i organit zgjedhor ose person tjetër zyrtar gjatë kryerjes së detyrës zyrtare lidhur me zgjedhjet ose votimin, do të dënohet me të paktën 5 vite burg. Me dënimin e paragrafit 2, do të dënohet edhe ai që përdor dhunë, kërcënim serioz, përdorim të varësisë zyrtare, ekonomike ose të punës ose formë tjetër që do të ndikojë te tjetri të tregojë nëse ka votuar dhe si ka votuar. Me ndryshimet në kodin penal janë parapar dënime rigoroze dhe për personat të cilët do të pengojnë procesin zgjedhor në të gjitha fazat, ditën e votimit, shpalljen e rezultateve, dëmtimin e materialit zgjedhor dhe vepra të tjera. Dënimi minimal për pjesën dërmuese të këtyre veprave fillon nga 3, gjithsesi 5 vite burg, duke u rritur varësisht nga natyra e veprës dhe dëmet e shkaktuara. Shqiptarët jashtë kufive janë obligim kushtetues i shtetit shqiptar. Kështu thot kryeministri i Shqipërisë Edi Rama në një intervistë për gazetën austriake Der Standard. Rama ka thënë se kjo vlen edhe për shqiptarët në Maqedoni, duke theksuar se nuk do të ndërhyjnë në fushatën zgjedhore në Maqedoni.
Numri 1 i ekzekutivit shqiptare Edi Rama ka deklaruar se shqiptarët jashtë kufive, përfshirë edhe ato të Maqedonisë, janë obligim kushtetues i Tiranës zyrtare, duke u përgjigjur në njërën ndër pyetjet gjatë intervistës për Der Standard në lidhje me platformën e partive shqiptare në Maqedoni. Ai ka thënë se është e qartë se shteti shqiptar është i shqetësuar për të gjithë shqiptarët jashtë vendit dhe se nuk ndërhyn në fushatën zgjedhore maqedonase. Do të ishte skandal nëse qeveria austriake nuk do merrej me austriakët jashtë kufive të saj territorial, aq më tepër që shqiptarët në Maqedoni nuk janë minoritet, po një kom shtetformues. Nëse ndihmon shqiptarët atje, ndihmon Maqedoninë. Në lidhje me akuzat e kryeministrit Gruevski për platformën shqiptare, Rama ka deklaruar se ai nuk është në konflikt me askënd dhe se ka pasur raporte të mira me Gruevskin, por më pas ai ka sulmuar platformën e ashtu quajtur Tirana, edhe pse e dinte se kjo nuk ishte arsyeja pse ai nuk krijoi qeveri. Rama ndërkohë ka kritikuar BE-n për politikën e saj të zgjerimit në lidhje me qasjen ndaj Kosovës dhe Serbisë. Ai ka thënë se banorët e Kosovës ishin në një regjim brutal. Tani ata kanë shtetin e tyre, por megjithatë nuk munden të udhëtojnë drejt Europës. Kosova për liberalizimin e vizave ka kush demarkacionin me malin e zi, ndërsa Serbia ka filluar bisedimet dhe jo që nuk ka nënshkruar demarkacionin me shtete fqinje, por as nuk njeh pavarësinë e Kosovës. Nuk ka vetëm lodhje të zgjerimit, por ka edhe lodhje të durimit. Ai po ashtu ka theksuar se Shqipëria i ka përmbushur detyrat, si ajo e reformës kushtetuese procesit të drejtë zgjedhor, por bisedimet nuk kanë nisur akoma. Rregullimi i rrugëve është një fenomen i gjithanshëm para cikleve zgjedhore, por në disa raste mungojnë sinjalizimet përkatëse. Një ndër to është edhe bulevardi Brigada e 2 Maqedonase, respektivisht rruga në hyrje të lagjes Dijon. Qytetarët ankohen se kjo paraqet rrezik për kalimtarët dhe për veturat që qarkullojnë në atë pjesë të qytetit. Mungesa e sinjalizimeve punuese në rrugët të cilat janë në proces të rregullimit paraqet rrezik për qytetarët. Një ndër rrugët ku po punohet për në të cilën mungojnë shenjat është rruga në hyrje të lagjes Dijon. Qytetarët ankohen se kjo paraqet rrezik për kalimtarët, por edhe për veturat që qarkullojnë në atë pjesë të qytetit. Po si sa rrezik, rrezik është. Rrezik pa shenjat, avi. Problem ka, nuk janë në rregull me shenjat, me znaket. Që lafi vinë që këtu bëdhem, kalon, e në shumë shpejt i grohin kjerave, e në ati ma po që kanë hapa ati në maton, pas e shkanë drejqe nuk dihet. I vunë ato tretovarat, e në shtas tretovarat kanë betë qështënë. Shumë lisht janë të e që punën, nuk e di, shka puna, shka problemi se di. Po bolë rezik, edhe po shto diçka për kjo, po zgatët shumë kjo puna, sana. Deri kur do bëhet, sigurisht deri sa janë këta zgjedhjat, deri atëre kanë më zgatë. Qytetarët thonë se punimet në këtë rrugë kanë filluar para disa jave, por të njëjtat po zvarriten shumë dhe nuk punohet si duhet. Bulevardi Brigada e 2 Maqedonase është në kompetencë të qytetit të Shkupit, të cilëve ju drejtua me pyetje se pse nuk është vendosur sinjalizimi përkatës. Deri në këtë çast nuk kemi marrë ndonjë përgjigje. Vazhdojmë mëtej në rrjedhën e tubimeve të mbajtura para banorëve të Çajirit. Kandidati i Lëvizjes Besja Zeqira Ibrahimi ju dha besën banorëve të kësaj komune se në rast se ai zgjidhet për ta drejtuar këtë komunë për 4 vite të ardhshme, komuna e Çajirit do të shndrohet në komunën më të pastër në Shkup. Ibrahimi gjithashtu zotua se shkollat fillore do t'i kenë të gjitha mjetet e nevojshme bashkë me kabinetet e reja. Ai tha se nëse nuk ndodh kjo, nuk do të kandidojë më në Çajir. Ndërkaq të gjitha akuzat për bashkëpunimin e tyre me VMRO-DPMN, Ibrahimi i cilësoi si shpifje të shefave të Visarganiut. A dini cila ka qenë partia shqiptare që mas shumti i ka shërby VMRO-s? BDI. 2017, se deri me 29 janar 2017 ata ishin bashkë me VMRO-n, kanë qenë këta të BDI-s. A e dini cili është subjekti vetëm shqiptar i cili s'ka pranu të ullët flas me VMRO? Është Lëvizja Besë.
Kjo është pjesa që e dim gjithë, që jam I sigurt se edhe ju e dini. Pjesa tjetër janë vetëm shpifje, Saevit, përkim Rasanit, përkim Nezirit, shefave të Sarganiut. Mesazhi kryesor I këtyre zgjedhjeve është që shqiptarët në përgjithësi vendosin të japin një mesazh pakënaqësisë së madhe. Tha lideri I PDSH-s Mendu Thaçi në tubimin qendror në Tetov, ku bë promovimi I kandidatit të kësaj partie për kryetar të Tetovës Pardil Daudi. Thaçi shtoi se beson që këtë mesazh do ta dëgjojnë edhe ndërkombëtarët, Shqipëria dhe Kosova, se shqiptarët e Maqedonisë vazhdojnë të jetojnë në mungesë totale të lirisë. Ai bëri thirrje që më 15 tetor të hapet një faqe e re e historisë, ku do të votohet elita e vërtetë e shqiptarëve të Maqedonisë që për Thaçin janë kandidatë e tij. Me këtë fitore, ne do t'japim edhe një mesazh tjetër. Aty ku duhet jetë vendimmarrja për shtetin, duhet pyeten barabartësisht shqiptarët, e jo të përhapen muhabetese në komunat shqiptare tash të zgjedhje do t'jenë vendimmarrës Maqedonasit. Besoj tetovarët të gjithë bashku, katunare shehërli, marësor dhe kosovar, do të mobilizohen edhe në emër të këtij interesi që më tregu se ky qytet ka 7-80.000 vota shqiptarëve. Bashkimi Demokratik për Integrim BRM ka qëndruar në Dibër në kuadër fushatës zgjedhore. Lideri I kësaj partie Ali Ahmeti u shprehi bindur se në këto zgjedhje BDI do të jetë fituese absolute në të gjitha komunat, e sidomos në Dibër. Ahmeti gjithashtu foli edhe për krizën politike 2 vjeçare në Maqedoni dhe rolin e BDI-s në atë krizë, duke thënë se partia e tij ishte Chelsea që hapi shumë dyer dhe zgjidhi shumë probleme. Madje I shtoi se pas zgjedhjeve do t'ulen të bisedojnë me Greqinë për ta zgjidhur kontestin me emrin e me këtë hapet rruga për antarësim në NATO, u shpreh Ahmeti. Ai tha se duke mbrojtur pozicionet e partisë nuk mund të mbrosh interesin e qytetarëve. Në qoftë se përpiqesh të ruash pozicionet e partisë, ashtu siç bënin dhe vepronin para partnerët tanë, para partnerëve të aktual, vështirë është që mund t'i qëndrojsh dhe rezistosh kërkesave dhe synimit qëllimit të qytetarëve. Qytetarët duan progres, qytetarët duan antarësim BE, qytetarët duan kufi dhe lëvizje të lirë. Alianca për shqiptarët mbrëm u ndal në Kërshov, ku edhe në tubimin qendror u bë prezantimi I kandidatëve për këshilltar për këtë komunë, ku dihet se kandidati vetëm shqiptar për kryetar komunë është kryetari aktual nga BDI Fatmir Dahari. Lideri I Aliancës për shqiptarët Zjadin Sela në fjalimin e tij porositi që fitoria e Kërçovës nuk duhet të lihet në duart e LSDM-s dhe Zaevit. Ai u drejtua edhe liderit BDI-s Ali Ahmeti dhe pyeti se çfarë do të bëjë kur të shkojë në Strug dhe se a do ta përçajë votën shqiptare. Ali, e ke një pyetje publike për me. Çfarë do bësh kur do vish në Strug në tubim? Do vish për të përçarë apo për të bashkuar? Zaten s'ke nevojë të vish as pak, sepse shqiptarët janë bashkuar atje. Janë bashkuar nga Likova, Kumanova, Shkupi, Çajiri, Tetova, Kosivari, Dibra, Kërçova. Janë bashkuar dhe Nohër, Manastir, janë bashkuar Dollnen. Ne kemi nxjerrë listat përbashkëta edhe në ato komuna ku nuk fiton kandidaturë shqiptare. Në Maqedoni nuk po bie vetëm shi, po bie edhe Nikola Gruevski, po bie vëmërodu po maneja në tërë vendin. Deklaroi lideri LSDM Zoran Zaev në tubimin që partia e tij e mbajti në Koçan. Edhe mbrëm Zaev foli për masat ekonomike që I ka ndërmarrë qeveria e re dhe tha se qëllimi është që paga mesatare të arrijë deri në 500 euro. Ai premtoi se do të kthehet perspektiva e bujqësisë, do të kthehet autonomia në arsim, ndërsa sipas tij fokusi politikave qeveritare është vendosur tek të rinjt. Od večerva počnuvame novo poglavje. Nga sonte fillojmë me kapitullin e ri. Ne janë zbrazur qytetet dhe fshatërat.
Të tregojmë se po përfundon qeverisja e gjithë kryetarëve të komunave që janë të dëgjueshmit e Gruevskit. Tani është shansi i vërtet të vendosim standarde të reja të jetesës dhe punës, të çlirohemi nga prangat partijake. VMLO DPMN-ja opozitare të shtunën qëndrojnë në Kriba Pallang në kuadër fushatës zgjedhore. Lideri i kësaj partie Nikola Gruevski tha para të pranishmëve se për të qenë të sigurt se ku shkojmë, duhet të kujtojmë se ku ishim dhe ku jemi sot. Gruevski tha se në këto zgjedhje nuk votohet vetëm për kryetar të komunave, por më 15 tetor do të vendoset se si do të jetë Maqedonia. Ai shtoi se VMLO DPMN është partia e qytetarëve të Maqedonisë e nuk është parti që i fiton zgjedhjet me ndihmën e të huajve dhe që punon për të huajt. Od vas zavisi jedninata na Makedonija. Stavete kraj na... Nga ju varet e ardhmja e Maqedonisë. Jepini fund të errësirës dhe me krenarisë së bashku të ecim përpara. Ta zhvillojmë, ta modernizojmë Maqedoninë, të realizojmë projekte të cilat do të jenë në interesin tuaj, në interes të Maqedonisë. Mbështetja institucionale për personat me nevoje të veçanta është vetëm deklarative, kështu thot Neda Çalovska-Dimovska nga Komiteti i Helsinkit, e cila thekson se shteti nuk i ofron mbështetje as prindërve të personave me nevoje të veçanta. Përpos kësaj, e bija ambasadorit britanik në Shkup vlerëson se është i dukshëm dallimi mes vendit të saj dhe vendeve të Europës, të cilat kanë sistem të veçantë për të mbështetur personat me aftësi të kufizuara. Personat me nevoja të veçanta ende vazhdojnë të jenë grupi më i diskriminuar i shoqërisë, edhe përkundër asaj që shteti thotë se i mbështesin ata si në aspekt të arsimimit, ashtu edhe në aspekt të punësimit, thonë përfaqësues të Komitetit të Helsinkut. Neda Çalovska-Dimovska nga ky komitet thotë se shteti ka disa vite që pretendon se ju ofron mbështetje këtij grupi të personave. Megjithatë, kjo sipas saj vazhdon të mbetet vetëm deklarative. Me përgjegjësi të madhe mund të them se në fakt personat me aftësi të kufizuara janë grupi personave më i diskriminuar në Republikën e Maqedonisë, edhe pse këtë nuk mund ta shohim përmes statistikave, sepse ato nuk i publikojnë, por duke i marrë parasysh të gjitha problemet me të cilat përballen në përditshmëri. Ka disa vite që ne mundohemi t'i tregojmë opinionit se personat me aftësi të kufizuar janë ata që duhet të flasin dhe mos të lejojnë që të flasë në vend të tyre dikush tjetër, që ata konkretisht të tregojnë se kujt çfarë nevojitet. Dimovska thotë se shteti madje nuk ju ofron mbështetje as prindëve të personave me nevoja të veçanta, të cilët detyrohen të dorëzohen. Nga ana tjetër, Veronika Garet, bashkëshortja e ambasadorit britanik në Shkup, tha se shkëmbimi i përvojave mes Maqedonisë dhe Britanisë së Madhe mund të ndikojë pozitivisht në zhvillimin e personave me nevoja të veçanta. Unë vetëm dua të them se kjo është një mundësi fantastike për ne, që të tregojmë se duhet të fokusohemi në atë që njerëzit me pengesa mund ta bëjnë, për atë fushë që kanë aftësi, e jo për atë që nuk kanë. Pengesa nuk duhet të jetë barierë për kyçje në shoqëri, dhe do të ishte mirë që të ndajmë përvojat e mira nga Britania, që disa përvoja të praktikohen edhe këtu. Mendoj që Maqedonia është vend shumë i mirë për të integruar njerëzit, për të bërë më të dukshëm personat me aftësi të kufizuar, për të pranuar në shoqëri, që edhe ata të mund të japin kontributin e tyre. Veronika Garet vlerëson se është i dukshëm dallimi mes vendit të saj dhe vendeve të Evropës, të cilat kanë sistem të veçantë për t'i mbështetur personat me aftësi të kufizuar. Do vazhdojmë të me zhvillimet nga rajoni dhe bota. Zyrtari vetëvendosjes i dyshuar për terrorizëm Sadri Ramabaja është ndaluar mbrëm në Durrës, ndërsa autoritetet shqiptare do ta dorëzojnë atë tek kolegët kosovar. Ramabaja ka tentuar të lëshojë Shqipërinë, por është ndaluar pasi është zbuluar se ai është në kërkim nga Republika e Kosovës. Sadri Ramabaja kërkoi nga Prokuroria Speciale, e cila dyshonte se ai ishte i përfshirë në një sulm terrorist në Kosovë, si dhe dyshohej se bënte plane për vrasjen e liderëve shtetëror. Rasti për cilin dyshohet Ramabaja ka të bëjë me plagosjen e ish antarit të lidhjes komuniste të Jugosllavisë Azem Vlasi, i cili tash është avokat. Prokuroria ka vendosur në listën e dyshuarve Ramabajen pasi Murat Jashari kishte pasur takim me Ramabajen pak kohë para se ta plagoste Vlasin. Madje dyshuari Jashari, i cili kishte themeluar një
organizat me emrin Syri i Popullit. Kishte thënë se ekziston një listë me emrat e atyre që do të likuidoheshin. Në atë listë ishin liderët aktuale deri tek ish udhëheqësit komunist, ishte emri Hashim Thaçit, Isa Mustafës, Kadri Veselit dhe zyrtarëve të tjerë të shtetit. Ndërkohë mediat kosovare shkruajnë se Ramabaja ka tentuar të kalojë nga Durrësi në Itali me leje qëndrim të antarit të lëvizjes vetëvendosje dhe mikut të tij Xhevat Bislimi, i cili po ashtu ishte kandidat për deputet nga lëvizja vetëvendosje. Zëdhënësja e Shërbimit Evropian për punë të jashtme Maja Kocijancic ka thënë se dialogu mes Kosovës dhe Serbisë i mbikëqyrur nga Bashkimi Evropian gjithmonë ka pasur mbështetje në SHBA-s dhe se ky bashkëpunim i afërt do të vazhdojë edhe më tutje. SHBA-ja gjithmonë ka mbështetur dialogun të cilin e ndërmjetëson Bashkimi Evropian dhe së bashku do të vazhdojmë të bashkëpunojmë për sa afërmi për Ballkanin Perëndimor, ka thënë Kocijancic për agjencinë serbe të lajmeve Beta, duke u përgjigjur ndaj deklaratave të presidentit të Kosovës Hashim Thaçi për përfshirjen e SHBA-s në dialogun mes Kosovës e Serbisë, transmeton Koha.net. Këtë deklaratë Thaçi e bëri pas takimit të javës së kaluar me zëvendës presidentin amerikan Mike Pence. Uragani kategorisë së parë Nate ka arritur në lumin Mississippi në skajin juglindor të shtetit amerikan Louisiana. Qendra kombëtare e uraganeve ka njoftuar mbrëm se uragani ishte nisur në pjesën veriore me shpejtësi prej 140 km/h. Përgjatë bregut të gjirit të Shteteve të Bashkuara është urdhëruar evakuim, konsiderohet se uragani nuk pritet ta godas direkt qytetin New Orleans. Raportohet se dhjetra njerëz kanë humbur jetën nga vërshimet e gjëra në Amerikën Qendrore, pasi disa stuhi natyrore vdekje prurëse i kanë goditur Karaibet, Meksikën dhe pjesën juglindore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar qartazi edhe një herë të shtunën se çdo negociat potenciale me Pyonjanin është e tepër, duke thënë në një postim në Twitter se një qasje diplomatike ndaj ambicieve bërthamore të Koreas së Veriut nuk ka funksionuar kurrë. Presidentët e mëparshëm dhe administrata e tyre kanë biseduar me Korenë e Veriut për 25 vjet, kanë bërë marrëveshje dhe shpenzuar shuma të mëdha parash, tha Trump në Twitter, duke shtuar se kjo nuk ka funksionuar. Sipas tij, vetëm një gjë do të funksionojë, pa dhënë ndonjë hollësi ose pa shpjeguar se çfarë konkretisht do të thoshte. Deklaratat e fundit të Trumpit vijnë vetëm një javë pasi ai i tha sekretarit amerikan të shtetit Rex Tillerson se ishte duke humbur kohën, duke u përpjekur të negociojë me burrin e vogël të raketave, duke u referuar udhëheqësit të Koreas së Veriut Kim Jong-un. Pentagoni tha se mbështet Turqinë në përpjekjet e saj për të mbrojtur kufitë e saj dhe në kuadër të luftës kundër terrorizmit parandaloi krimin e zonave terroriste përgjatë kufirit sirian, raporton Anadolu. Zëdhënësi i Departamentit Amerikan të Mbrojtjes për çështjet lindjes së mesme Erik Pahon lidhur me hapat e Turqisë për mbrojtjen e anëpushimit në qytetin Idlib të Sirisë, në kuadër të marrëveshjes së arritur me Rusinë dhe Iranin, thotë se mbështesin përpjekjet e aleatit tonë në NATO Turqisë në luftën kundër terrorizmit, për mbrojtjen e kufive si dhe për parandalimin e krimit të zonave nga organizata terroriste. Ai tha se SHBA-ja nuk ka ndryshuar qëndrimin lidhur me frontin Nusra, i cili njihet si Jabhat e-Sham. Organizata është dega e Al-Qaedas në Siri dhe ndodhet në listën e organizatave të huaja terroriste, tha Pahon. Ai thotë se kjo organizatë ndan agjendat dhe qëllimet e Al-Qaedas e jo të popullit Siris. Pahon po ashtu njofton se SHBA-ja në këtë fazë nuk merr pjesë në operacionin në Idlib. Kryeministri i Spanjës Mariano Rajoy thotë se qeveria e tij mund të shfrytëzojë të drejtat kushtetuese për ta pezulluar autonominë e Katalonjës dhe ta parandalojë këtë rajon nga ndarja prej Spanjës. Absolutisht nuk përjashtoj asgjë që është brenda ligjit, tha Rajoy në një intervistë për gazetën El País të publikuar dje dhe ka shtuar se do të ishte ideale që të mos ketë nevojë për implementim të zgjidhjeve ekstreme, por që kjo të mos ndodh, gjërat duhet të ndryshojnë. Më tutje i theksoi se dëshiroi që kërcënimi për referendum të pavarësisë të tërhiqet sa më shpejt që është e mundshme.
Ai ka shprehur përkushtim se qeveria qendrore do të sigurojë se kurfar deklarate e pavarësisë së Katalonjës nuk do të jetë fuqi plot dhe se nuk do ta çonte askund. Autoritetet në Katalonjë thonë se afro 90% e 2.26 milion njerëzve që kanë marrë pjesë në referendumin për pavarësi kanë votuar në favor të ndarjes nga Spanja. Zyrtarët thanë se dalja në referendum ishte 42% prej 5.34 milion votuesve të regjistruar në këtë rajon. Për më shumë informacione, klikoni në faqen tonë të internetit shenja.tv, ndërsa ne këtu do e mbyllim këtë edicion të lajmeve për të takuar edhe një herë me lajmet e fundit të ditës diku pas orës 23. Deri atë mirëmbëjtje.